Dhe e dyta është raporti që ka Erion Veliaj me qeverinë dhe partinë e vetë. Partinë që shkarkoj. Sepse Kjo është diskutim tjetër. Sepse ai mund të kryesorja. Në qoftë se do të qëndrojë në atë familjen e madhe politike, nuk mund të... Ndoshta e ka kuptuar që kjo është një çështje e mbyllur dhe do mbrojë reputacionin e vet. Po çfarë reputacioni nuk mund ta sepse ku ke pa njëri që dorëzohet vetë para elitare. Po ai është një pozicion i dhënë nga partia, nuk është një pozicion personal. Prandaj them dhe moralisht kjo është shumë e shumtuar që po ndodh. Ne po merremi me një çështje imorale politikisht, sepse partia e shkarkoi, partia që e ka kandiduar për herë të tretë e shkarkoi. Jo, se ka përjashtuar akoma. Po s'është përjashtimi, nuk është, ato janë formalizma. Jo vetëm që përjashtoi të tjera, jo vetëm e shkarkoi, por gjeti të zëvendësuese. Ai duhet të përjashtohet nga partia nëse mirë që gjetë zëvendësuesen, po doli dhe Florin Fushat. Po. Kjo është pastaj big problem. Avokat, a mundet ligjërisht sot Erion Veliaj të shkoj, nuk e di, unë mendoj që kushtetuese, po të shkoj në gjykat lartë për kërkuar ndryshimin e masës sigurisë. Shiko, ai do bëj ankim në kushtetuese, duke qenë se do pretendoj dhe duke përdorur pjesën e pengimit të ushtrimit të funksionit të tia të zgjedhur si kryetar Bashkia e Tiranës. Këtë do ta përdori, por gjykata e lartë është gjykatë ligji dhe problemi është që të gjithë procesin e ndjek vetë struktura e posaçme. Prokurorët të cilët se kemi ndryshimet e reja dhe prokurori themelit e ndjek deri në fund, në çdo shkallë të gjykimit. Sa herë për masën e sigurisë? Po, tani problemi është i ndërtuar dhe pak gabim. Erion Veliaj ka 3 masa sigurie nga gjykatat e shkallëve në Shqipëri. Dhe këto masa sigurie nuk kanë arritur këta t'i përdorin të pjesa justifikimit që ky person dhe atë që tha Brisida, që në këtë institucion ka kaq akuza dhe nuk mund ta kthejmë. Ndërkohë që vetë prokurorët do të kishin marrë një masë pezulluese për këtë person i cili është në masë sigurie. Masë pezulluese për çfarë? Kështu, masë pezulluese për të ushtruar të drejtën e detyrës. Pra e kanë kompetencë. E kanë kompetencë prokurorët? Patjetër e kanë kompetencë. Që ta pezullojnë nga detyra që ai ka? Patjetër. Që e kanë zgjedhur 160.000 veta? Patjetër, e parashikon ligji. Pezullimin nga detyra e parashikon. Vendimin e merr gjykata, ama. Kërkojnë dhe vendimin e merr gjykata. Por gjithsesi, në kushtet që është, unë ja u thash dhe po ja them prapë, kërkon ta përdori vetën politikisht. Erioni është i vdekur normalisht dhe kërkon që vendimin penal ta bashkoj me vendimin e kushtetuesës për shkarkimin. Të gjithë, prandaj thash, është e turpshëm që ka 4 muaj që ka çështjen penale, atë kryesoren në GKK dhe ai nuk shkon, nuk është pjesë e atij, sepse janë shumë persona në atë proces. Sepse të gjithë po merremi me këtë të gjykatës kushtetuese që është thjesht një studi në gotë më. Është një hiç më. Ndërkohë problemi kryesor ai të vetin, të familjes vet dhe problemet veta e ka me dosjen penale në GKK që nuk po shkon. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, gjë e madhe, ka 4 muaj dosja në GKK dhe avokatët e tij gjithkohës gjejnë arsyetime për ta zvaritur. U kërkua zvendësimin një avokati dhe ka marrë tjetër avokat. Jo, dhe para tjetër, apo ke ja ta shpjegoj dhe këtë. Erion Veliaj. Jo sa herë flet avokati kemi reklama, një herë vetëm. Do t'i futet themelit, nuk do kërkoj gjykim të shkurtuar. Avokat. Do t'i futet themelit të procesit penal. Se trim në thelb. Por Erion Veliaj nuk është, pra për Erion Veliaj janë mbyllur hetimet. Duhet shkojnë gjyq themeli, apo? Jo, jemi në seancën paraprake. Seancën paraprake. Status po bën akoma. Edhe një herë, seanca paraprake nuk ka marrë, nuk është kompletuar. Dakor, do ta pranoj akuzën e prokurorit apo jo? Hetimet janë mbyllur. Janë mbyllur, hetimet ka shkuar dosja. Është rritur i pandehur. Po bën seanca përgatitore. Hajde merrem me thelbin pra. Tani ju si jurist. Apo ma kërkon procedurën. Erion Veliaj akoma nuk është konfiguruar akuza e plot. Po. A janë mbyllur hetimet? Po. Ju si jurist tani, po ju them. Ke një kryetar bashkie që ka marrë 160.000 vota. I ka mbetur dhe një vit e i bisht për të mbyllur mandatin. Hetimet ndaj tij janë mbyllur. Nuk ka prova të prishin më. Akuzat janë të rënda, nuk ka rëndësi, po ka prezumim të pafajësisë, si çdo njeri mbi këtë tokë. Tani ti, si njeri ligjit dhe si qytetar i Tiranës, a mendon se Erion Veliaj meriton të qëndrojë para burgosur ku janë mbyllur? Dosja Erion Veliaj nuk ka përfunduar konfigurimin e akuzës që ka bërë struktura e posaçme.
duhet të vendosi njërë ky gjyqtar, që është dosja për të kthyer apo të pushojnë këto akuzat. Prokurori me të vetën i ka mbyllë hetimet. Pa pranuar gjykata. Prokurori me të vetën pra po të Se njëfë që procedurë. Jo e njove njofë, se po ka i ktheu mbrapsht dhe verifiko dhe këto e di unë. Jo, filloi dhe njërë nga fillimi. Po dhe njërë nga fillimi, po prokurori me të vetën e ka mbyllë. Jo, s'ka dalë me vendim gjykata. Edhe njërë, logika është e tillë. Ne bëjmë i lapsus për si freudian, temi spaku e lenë jenë këto akuza për Erion Veliajn apo jo, se jemi në seancë para prake. Ky është gjyqtari më i rëndësishëm i procesit. Nëse ky vendos që dosja do të kthehet apo do të kaloj, apo do të hiqen disa vepra penale dhe detyron organin akuzës të rikonceptoj pjesën e akuzave për zotin Veliaj, apo do shkoj në shqyrtim themeli. Problemi është, aty janë të tëra, kemi pavlefshmëri aktesh e tjera. Me sa di unë, Erion Veliaj do kaloj në shqyrtim themeli, pavlefshmëri aktesh. Në qoftë se kalon pavlefshmëri aktesh, Erion Veliaj do ri prap në burg, sepse kemi gjyq themeli. Siç është bërë hetimi para prak, kemi hetim para prak dhe në procesin e themelit. Se do bëhen zë për zë, fije për fije, dokumentat do të analizohen në proces. Dhe kjo është logjika. Dhe ti je dakord që një njeri votuar Ore qa, jo jam unë, nuk jam unë, nuk vendos unë. Problemi është për mua. Nuk vendos e dimër, po të pyesa, mund të hipotetizoj. Ti je atje. Unë e kam shprehur mendimin tim. Unë pyeta ty, nuk pyeta Martina apo Sokol. Po nuk del. Nuk ka, me fjalë, probabiliteti është 0. Në kushtet që jemi, ai është 0. A duhet, mor, jo Adelas del, sa Adelas del e di dhe unë. Edhe njërë, eksklusivitetin e liris për të dalë nga qelia për Erion Veliaj, janë prokurorët. Nëse prokurorët mendojnë se Erion Veliaj do të ri në këtë mas sigurie, atje do ri. Po ç'mendojnë ata e di unë, po them ti ç'mendon në qoftë se do ishe vend të atij prokurorit. Shikom, në qoftë se do isha unë, Erion Veliaj nuk do jetoja, po do ta pezulloje dhe nuk do të vindër detyrë. Ore, ti avokat, ti si avokat në taktik mbrojtje çfarë do përdorë për Erion Veliajn? Për Erion Veliajn do përdorë të gjitha elementet për të liruar atë, por në fazën që jemi, si avokat apo si prokuror? Njësoj, si avokat. Do kërkoja çdo lloj elementi për të ndryshuar masën e sigurisë. Nuk shtyhet kollaj gjyq. Edhe për ta shtyrë, po normal, taktik. Normale është procedurat ideja është që Erion Veliaj nuk fiton asgjë nga kjo. Asgjë s'ka për të fituar. Edhe nga shtytja. Jo. Bëj një pyetje avokatit. Po. Dhe më keni tërë me mua, po ti shke gjyqtar si do veproj. Si do isha unë? Shiko, unë e kam shprehur atë mendimin tim kur kam parë atë skenë se si e morën nga bashkia. Unë e kam thënë dhe po e them prapë, ne kemi një përplasje të fortë mes drejtësisë dhe demokracisë. Dhe forma se si është marrë Erioni, po jo për forma, po për aty janë filluar qytetarët e Tiranës, një sekond. Unë nuk e bëja atë. Do gjeja një formë tjetër, por Erion Veliajn nuk do ta merrja në atë formë. Kaq, mund ta merrja në shtëpi, mund ta merrja diku tjetër, po jo në zyrën e qytetarëve të Tiranës. Po tani se kjo nuk është kjo show, kjo është telenovela, më fal që po ta them. Si telenovela? Është e rëndësishme si e morën. Si? Po ta krahasosh si e morën dhe ish një show për ata, jo për mua. Unë po ta them. Unë nuk e pranoj atë. Po flasim se Flogerti ka dëgjuar disa herë këtë gjë që unë them gjithmonë që figurat e larta politike nuk mund të fshihen mbrapa termit të famshëm që presupozohet i pafajshëm derisa të dalë vendimi i gjykatës. Kjo është për masën e madhe dhe për masën e gjerë të popullit, për një figurë të lartë politike, moralisht kjo është shumë e dënueshme që i ka ndodhur, sepse ne e para një dosja e tij është bërë dhe dosje publike, edhe asnjëherë nuk flitet në studio televizive dhe askund për 13 veprat penale. Dhe vetë ai gjithmonë e vërtit muhabetin gjithmonë politikisht, jo se ke përfare 0. 3 janë shpërndorime, më thet thash. Gjatë gjithë kohës flitet vetëm ai hedh gurin në lumë dhe gjithë gjëmon vetëm gurin në lumë. Arrestim politik, persekutim politik, ka përzirë dhe Ramën në loj, prokurorët i ka bërë varësit Ramës. Tani, unë mendoj që faktikisht që nga momenti që ai ka këto akuzat të rënda, moralisht ka rënë. Pastaj, këto cicmicet, jo po gjyqi, jo po gjykata kushtetuese, jo po kjo, për mendimin tim janë më shumë për të hutuar njerëzit dhe për të ricikluar. Ai mendojnë që mund të riciklohet akoma. Po mos harro që ka dhe një USB që nuk i hape, jo? Po, tani ato janë gjitha presione, se kështu thoshin edhe zoti Ameta, edhe zotrin të tjerë të qeverisë Ramës. E kanë gjithmonë një presioni, këtë që është shumë. I ka ndru doktori, ka bo pentium tysh. Të kërkosh... Jo, a tha për një USB që unë kam të USB dhe s'ma hapet.
Të Shpjegoj se çfarë ishte Pa ishte ajo. mesazh, po Mondi. kjo që jam e shumtuar akoma më shumë.